që ngarkuat njerëzit tuaj për të na ndihmuar me ekspertizën e tyre në organizimin e këtij samiti në Tiranë, që shpresoj ne ta kemi në lartësinë e duhur nesër. Ky është një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, edhe për shkak se asnjëherë më parë ne nuk kemi qenë kaq të lidhur në të paktën dy çështje të rëndësishme. Natyrisht në çështjen e Ukrainës, si dy vende që ndajmë edhe antarësinë në NATO, dhe në çështjen e betejës kundër emigracionit të palishëm dhe rrjeteve kriminale që e stimulojnë emigracionin e palishëm. Dhe besoj që në këtë të dytën kemi bërë progres të jashtëzakonshëm. Ndërkohë që për sa i përket të parës, marrë parasysh edhe situata në përgjithësi gjeopolitike shumë më e trazuar, ne kemi thelluar bashkëpunimin edhe po punojmë intensivisht për të krijuar më shumë sinergji në fushën e sigurisë e posaçërisht të mbrojtjes. Në angazhimin kundër rrjeteve kriminale dhe emigracionit palishëm, kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse dhe unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi i miteve, ndër të cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për